Këto pamje të ndërhyrjes së forcave të ushtrisë në këtë anije janë regjistruar në bregdetin Adriatik. Nuk bëhet fjalë për rrëmbimin e mjetit lundrues, por gjithçka u realizua në stërvitjen më të madhe ushtarake ndërkombëtare, Defender 2025. Në më pak se 90 sekonda, trupa zbarkuan nga helikopteri dhe neutralizuan keqbërësit. 2 varka të ushtrisë amerikane ndërhyn nga deti. Gjithçka u realizua në koordinimin e pamjeve prej dronëve Bayraktar. Për mediat, generali i forcave detare shpjegoi dhe detajet e këtij operacioni. Cili është ndalimi i një anije, marrja në kontroll e një anije, mund të jetë një anije civile e cila kryen kontrabandë ose paraqet një rrezik për vendin dhe për aleatët. Ndërkaq, generali i forcave toksore shpjegoi punën e bërë nga ushtria vendase. Po ju them që angazhimi i forcës toksore është rreth 1450 veta që është e angazhuar. Kemi edhe një grup special i cili është pjesë e skenajit të kësaj stërvitje, pra për zgjedhjen e një incidenti që ka ndodhur në det. Për mikrofonin e Ora News dhanë detaje jo vetëm për Defender 2025, por edhe për përgatitjet e forcave të armatosura për sigurinë e rajonit. Këto janë operacionet sigurisë detare, janë operacionet të cilat mundësojnë kalimin e sigurt të trupave që do vinë nga kontinenti amerikan për në Evropë, për në portin e Durrësit. Në kuadër të kësaj, fillon gjithmonë me njohjen e situatës detare, të dimë se kemi kush operon në rajon. Me kapacitetet që ne kemi, unë them më bini plot që forca toksore është aftë që të realizojë misionin e vet që ka për detyrë ruajtjen e integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë. Skema e stërvitjes bazohet në nenin 5 të traktit të NATO-s, i cili parashikon mbrojtjen kolektive në rast të një sulmi ndaj ndonjë vendi aleat.